Përshëndetje YouTube nga dita e martë. Sot është dita e martë, unë ditën e hënë nuk kam filmuar fare. Jam zgjuar mëngjes, kam shkuar në punë, edhe kur kam ardhur dhe një orë më vonë se kam dhënë në punë një orë më tepër. Erdha dhe në këmbë, nuk mora autobusin dhe kam qenë e vdekur. Erdha bëra bukën normal, hëngrëm bukë me burrën dhe kam fjetur gjumë. Jam zgjuar nga ora 11. Jam ngritur pse kam larenët, kam rregulluar pak shtëpinë, normal pak me kujdes se këtu në Gjermani zhurmat nuk e kanë qef, sidomos gjatorëve të vonë. Dhe kam fjetur prap gjumë. Jam zgjuar sot, jam zgjuar shumë vonë, jam ngritur, kam ikur në punë, edhe kafen e kam marrë makinë se nuk kisha kohë ta pija në shtëpi. Dhe gjejeni pak, më derdh në makinë kafja dhe kam qenë gjithë ditën në punë me bluzë me njoll kafeje. Gjithsesi, unë dhe sot kam bërë një orë ca më tepër, dhe bëj lekun letër. Jo, se këtu në Gjermani ta marrin taksat më shumë kur punon më tepër, po gjithsesi duhet punoja më tepër se kishim shumë punë dhe ma kërkuan që të bëja një orë shtesë. Dhe tani sapo kam ardhur në shtëpi, është ora diku te 3. Isha të reve, bleva ca gjëra të vogla, se unë pazara njërë në muaj pothuajse e bëj. Pastaj gjatë ditës blej kështu gjëra që më mungojnë. E ditë çfarë, unë kam thënë që nuk do bëj kështu tregoj se çka kam bler, po me që ju keni qef, i keni qef këto videot, po ju a tregoj megjithëse janë gjëra shtëpie. Ato shkopin mbrapa një rojeni, është si sa me korrenta dhe nga që unë kam me catë gërvishtura, nuk më pëlqen ta mbaj te vendet e tjera ku duket dhe mbaj këtu te kuzhina në prizë. Atëherë, sot për drejt do bëj këto. Do i bëj me pesto dhe me pana, ose jo, do i bëj me mish të grirë dhe me salcë. Do ju a tregoj se ju e dini që unë recetat e gatimit i kam shumë fjalë. Prosciutto kam shumë në frigorifer, po gjithsesi kjo ishte në ofertë, ishte bërë nga 3 euro, 1 euro e gjys. Dhe thash po e marr. Asnjëherë nuk është tepër. Çka kam marrë? Red Bulla, unë vdes për këta. Kjo është ja ime preferuar, është me white peach, do më thënë pjeshk të bardhë. Nuk e di ka kam shumë qef. Në punën marrë vetëm fruta, kështu frutat me këshin mbaruar dhe mora kamollët. Në Shqipëri nuk kam provuar asnjëherë mango, këtu e kam provuar dhe mund të them me plot bindje që është ndër frutat e mi të preferuar. Të mora dhe sigurisht ca nektarina se tani është sezone dhe bukë. Kaq kam marrë, tani do vazhdoj të gatuaj drekën, do ju a tregoj. Apo, harrova t'ju tregoj atë që ju keni qef më shumë. Gjitha ato kanë kushtuar 12 euro. Nuk kanë kushtuar shumë se unë zakonisht kur shkoj në market gjej ose këto gjërat që janë në ofertë, ose ato që janë me etiketë kuqe që janë bërë ulje. Tani normal që marr edhe gjëra që nuk janë në ofertë, po për shembull, nëse Red Bulli është në ofertë këtë javë, unë marr Red Bullin. Nëse javën tjetër është Monster, unë pi dhe Monster. E kam shumë qef, marr Monster. Do më thonë kjo ideja që nëse njëra nga produktet është në ofertë, marr atë që është në ofertë. Nëse s'është asnjëra në ofertë, marr atë që më pëlqen më shumë. Do zjej ujin, do i hedh këto të ujit, normal të ujit do hedh dhe kripën, do hedh dhe pak vaj, se unë hedh pak vaj nga që nuk dua të ngjisin, dhe pastaj do bëj ragun normale, mish e grirë, do e skuq me vaj ulliri me hudhër, do i hedh salcën e domates, do i hedh pak pana, shumë pak, sepse unë bëj sa të lidhet, dalja o salca e lidhur, t'i japi shihen pana, dhe dreka gati. Do ja tregoj procesin gjatë momentit që e bëj. Më vën ujin që të vloj, besoj se nuk ka një gjë interesante që t'ju tregoj si proces vlimin e ujit. Në momentin që vlon, do i hedh vajin e ullirit edhe kripën. Dhe pastaj këto. I mora vetëm me djath, në fakt, me grana padano. Që do thosha. Atëherë, dua t'ju falenderoj të gjithëve pafund, mbështetja ka qenë shumë e madhe. Me vërtet nuk e kam pritur që të marr kaq shumë mbështetje. Kam pritur diku ndoshta te familjarët, te miqtë e mi më të afërt, po që të marr mbështetje nga njerëz që nuk i njoh,
nuk e kam pritur. E kam pritur më vonë, nuk e kam pritur në videot e mia të para. Dhe doja të falenderoja shumë gocën që vërtet më ka motivuar që unë ta hap këtë kanalin. Është e vetmja nga gocat që bëjnë vlogje që më kanë mbështetur. Angela, të dua, faleminderit shumë për gjithë ndihmën që më ke dhënë në mesazhe. Faleminderit shumë për gjithë suportin që më ke dhënë te videoja jote. Dhe dua të falenderoj edhe për një gjë tjetër. Faleminderit për çdo moment që ke bërë vlogje dhe ke qenë me mua në momentet e mia më të vështira në Gjermani. Angelën ka qenë një ndër gocat që e kam ngjuar më shumë. Unë atëherë kam qenë pa punë në Gjermani, isha gjithë ditën në shtëpi dhe me Angelën e di si më dukej sikur e kisha ngjitur edhe po më bënte mohabet dhe ndërkohë që unë bëja punët, bëja drekën, gjërat, Angela më dëgjonte dhe më fliste. Kush nuk e ka ndjekur e ka Angela Peqi, mënyra se si ajo flet bën aq shumë për vete, saqë nuk e di domethënë është një nga ato gocat që ke qef ta ngjosh. Dhe po, Angela, shumë faleminderit për gjithë suportin. Ndërkohë, që t'ju tregoj tjetër? Nuk e di se çfarë t'ju tregoj tjetër tani. Shikoj, unë jam fillimet e mia këtu edhe bëj edhe gabime normale. Në njërë flasë edhe në një fjalë gabim, në njërë mbaj kamerën keq. Ca video nuk i përfshi fare se e kam mbajtur kamerën keq edhe nuk i fuz dot. Po gjithsesi, do mundohem të përmirësohem me kalimin e kohës. Po, këtë kanatin këtu e kam hapur, se nga që doja të filmoja procesin se si po e bëj ushqimin, edhe do thoni ju si e filmoj. Po, vë një kështu që të mbaj telefonin, edhe e vë sipër dhe e filmoj. Kështu është kur nuk ke ndonjë njeri që të ndihmon. Burri nuk e ka që fare këto gjërat, nuk e di se si më suportoi që ta hapja kanalin, po gjithsesi ka patur një kusht, mua mos më përfshi fare, kështu që normal dhe respektojmë, si që më respekton ai mua me dëshirat e mia, dhe respektoj dhe unë ato të dëshirat e veta. Për gjithë ju që keni ndonjë pyetje ekstra, ndonjë gjë, pse jo mund të më ndiqni në Instagram, do ju lë Instagramin diku këtu, edhe mund ta gjeni aty. E kam 7 viz poshtë Irsa me 2s, IRSSA viz poshtë. Dhe aty normal që postoj më shumë foto, postoj më shumë gjëra se janë koreale. Kurse këto të YouTube-it duhet bësh gati normale. Gjithsesi unë jam munduar të jem sa më aktive. U ju bë gati. Ti hedh kripën. Shiko, për pjesën e gatimit, unë kam patur qef gjithmonë që e vogël kam gatuar. Edhe madje ndonjëherë kam patur qef të bëhem dhe kuzhiniere. Aq shumë pasion e kam gatimin. Por nuk jam bërë asnjëherë. Tani me qoj ka vluar, hedhem këto për si fillim të lexoj pak sa minuta duan. Okej, këto thot 2 minuta, po 2 minuta besoj janë për al dente. Që gërshërat nuk e di ku i kam, nista. Këtu në YouTube duhet jemi vetvetja, si që bëjmë shumë realitet, por gjim gërshërat ja fusim me thik. Kështu që mundohem të jem sa më shumë vetvetja. Kjo është arsyeja pse në tonë e kam hequr si kompleks që të nxjerr gjithkohon video të rregulluara, video ku të jem me make-up, të jem në mënyrën time më perfekte. Do thjesht jem vetvetja që edhe juve më pëlqeni për këtë që unë jam. Nëse keni ndonjë sugjerim, ndonjë gjë se çfarë duhet ndryshoj, pse jo mund të më bëni. Ja, jeni gjithmonë të mirëpritur. 2 minuta tani. Okej. Mishin nuk e kam nxjerr që dje. Kam bë gabim, kam harruar. As sot mëngjes nuk e nxorra. Kështu që e kam nxjerr tani. E kam nxjerr tani, e kam futur në ujë të ngrohtë edhe shpresoj të jetë shkrirë. Ndërkohë, sa t'i përgjigjem një telefonate dhe do e hap prap vlogun. Atëherë do e marrim pak më me kujdes bërjen e drekës, se burri vonohet një 2-3 orë.
Kështu që unë do e bëja avash, do ha për veten, edhe do shtrihem, se jam lodhur. Nuk do bëj punët, ja, punët do i bëj kur qetësohem. Kam bërë ca mëngjes. Kam rregullu krevatin, kam bërë këto kështu. Po, ka. Më shkruajti një gocë nga Jem Origin, edhe në fakt kam thënë vetëm që jam lindur dhe jam rritur në Durrës, jam lindur në Tiranë dhe jam rritur në Durrës. Me Origina quhet nga babi, kështu që Originën e kam nga Dibra, nga fisi Çera. Edhe ajo goca më tha, po thot se më duket se të njofa, se njoh disa nga fisi jot. Kurse mamin e kam nga Gramshi, më bie Plaku. Kështu që me Origina jam nga Dibra dhe jam mbes në Gramsh, po jemi lindur rritur këtej, unë Dibra kam qenë vetëm një herë, kështu që nuk flas shumë si nga Dibra, nuk flas fare më duket. Edhe pse do doja të dija, jo të flisja, po të dija. Se ku ka më bukur. Tani ti heq pak këto nga ujë se fillojnë hapen shumë, se u bën 2 minuta, po jam bë. Andaj se një pako kështu do jenë mjaftueshme për 2 veta. Pastaj nëse s'janë mjaftueshme, për mua po burrë, dhe bëj një gjë kështu shpejt. Shtes. So unë zi për pres dhe nuk e pres dot ato, se jam gjithë ditën me i kafe. Nuk e pres dot burrin që të vi nga puna. Unë gjua një qenë, kam shia katit 2, edhe unë jam kat 3, kam shia katit 2 edhe katit parë kanë qenë. Ajo e katit 2 e ka shumë të mirë, kurse ajo e katit parë, nuk po gjej hudhra, mos më thuaj që s'kam. Tipike shqiptare, mbaj kutit kështu dhe fut gjërat që janë kështu që s'du të lej vërdall. Thot burri e bosi Shqipëri, me kavanoza me kuti. Po duhen ato bëjnë punë. T'ju e lash për gjysëm. Kjo komshia katit 2 ka i qenë shumë të mirë. Unë kam shumë qef atë, flas shumë me atë qenën, flas. Është e vetmi që flet edhe shqip. Edhe më do shumë, sa më shikon mua, më hivet në qafë, edhe ajo thot, nuk e di thot se si të do kaq shumë ty. Po ndoshta edhe për faktin se unë i du qenë, edhe ai normal e kupton. Kurse me atë katit parë nuk ka më betë, është kështu tipi top, as nuk ka folur, as nuk, vetëm mojnë edhe kaq. Unë kam 2 qenë në shpitime, kam patur edhe një tjetër, pa një kanë ngordhur. Kam edhe 2 qenë, kam një pastor belg, kam edhe një maltez, është i përfshirë, kështu i përzierë, s'ta është i përfshirë. Bëjmë kështu gabime, kur je duke gatuar dhe do të flasësh. Që ka hova hudrat, edhe mishin, po mishin nga që ishte pak në ujë, a një kjo për set. Vaj, bëj shumë gabime. Sot nuk isha fare interesim me hap vlog, po vetëm për të qenë sa më aktive. Tash ok, do ta hap kështu siç jam me lodhër, se ndoshta çdo ditë mund të jem me lodhër, edhe nuk dua tripa e hapur vlogun. Edhe tash ok, do ta hap edhe pse jam me lodhër. Andaj e hapa. Po ta ishin pak të nga... Unë digjem gjithmonë me vaj. Gjallë, ta bëj gati këtë, dhe pastaj do flasim pa bashkë. Atëherë që ta përfundoj, do i hedh këtë salcën. Është me bërzelok, po. Jo se përdor vetëm këtë, si që a thash, i zgjedh. Kush është për momentin kështu në ofertë, marr atë. Tani në Gjermani jemi, po duhet kursejmë edhe këtej. Okej. Për gjithë ju që pyesni se dolen makaronët,
Super! E pra, edhe si mund të përfundonim, pa ikur të rejve prap. Qojmë këto, të marrim ca gjërat tjera që na kujtuan, edhe kaq. Përshëndetje nga një ditë tjetër. Sot është ditë e mërkur, është data 14 maj, është diku te drek. Sapo kam ardhur në shtëpi nga puna dhe si fillim doja t'ju kërkoja falje që nuk filmoj dot në mëngjes. Sado që herët zgjohem, unë prap jam gjithmonë në vonesë. E kam të pamundur. Kështu që nuk kam filmuar dot në mëngjes, po filmoj tani në drek. Sot e kam hapur këtë vlogun vetëm për një arsye. E dini se cila është? Sot ka ditëlindjen një zemër e vogël. Kështu që doja ta uroja këtu te vlogu, sa ajo më ndjek vlogun bashkë me motrën e vet, më të madhe. Dhe dua të them Dana edhe 100 vjet që të do jërsa shumë. Të uroj gjithë mirat e botës. Kështu që doja t'i uroja pak këngën, doja t'i këndoja pak këngën Shumërime për ty. Ready? Let's go. Kështu thjesht doja vendosëm sfam. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Kënga u këndua. Dhe dua të them Danës dhe Adeas që mezi po pres të vinë në Shqipëri që të bëjmë një vlog të treja, se e di që do pëlqejet shumë ai vlogu dhe do ta kuptoni që janë dy dashuri të vogla. Adea i ka shumë fiksim vlogjet, edhe bën gjithmonë video kështu sikur i bën për vlog. Dhe më pëlqen shumë mënyra se si e bën, duket që është shumë e aftë edhe mendoj se vlogu do dali perfekt. Kurse lidhje me shikimin e vlogjeve të mia, ajo nuk ka llogari YouTube ende, se është e vogël, po më bën komente nga YouTube të tjerë që mund t'i ketë, si gjyshes vet ose i mamit tim ndonjëherë që kur është aty. Po e kuptoj direkt nga komenti që është Adea. Direkt e kuptoj sa po bëhet komente. Ju puth shumë edhe ju kam zemër. Tjetër, në lidhje me flokët e mia, siç e shihni, kjo është gjendja e flokëve të mia pa pjestruar. E vetëm i kam larë edhe nuk e kam fare, nuk janë as kaçurrela, as të drejta, as me onde, me asnjë gjë, thjesht si një bubuzhel. Tjetër, e di çfarë doja të bëja te ky vlogu, me që e kam nisur me falënderime. Dua të falenderoj ata njerëzit që më kanë ndenjur shumë afër. Një ndër ato është shoqja ime ngushtë, që e kam patur shoqen e fëmijërisë. Dhe do bëj edhe një vlog me atë, do ja tregoj ca gafa kështu kur donin të bënin filma në YouTube, gjëra të tjera që kur kemi qenë të vogla. Po është e vetmja që unë i dërgoj çdo video, edhe pa u edituar, ja dërgoj edhe ajo më jep mendimin si mund ta editoj. Pastaj e shikon prapë të edituar, pastaj e shikon edhe një herë para se unë ta postoj, domethënë më kushton shumë kohë nga koha e vet edhe më ka suportuar gjithmonë. Madje zgjohet mëngjes edhe më thotë, "Shiko se t'jam bë kaq subscribers, ke marr kaq shikime." Dhe është një ndër njerëzit që më kanë ndenjur më afër këtu në Gjermani nga fillimi im edhe deri tani. Kështu që i them që e dua shumë, jam shumë e fat që kam një mike si ajo. Dhe shpresoj ta kem gjithë jetën. Kejdias. Një zemër edhe për ty. Tjetër, dua të falenderoj gjithë njerëzit që më kanë bërë subscribe, gjithë njerëzit që më kanë bërë komente, gjithë ata që më kanë shkruar edhe në Instagram. Jam vërtet shumë edhe jam shumë e lumtur që nuk po më komentojnë vetëm njerëzit që unë i njoh në jetën reale, nuk më bëjnë subscribe vetëm njerëzit që i njoh në jetën reale. Po janë edhe shumë njerëz që po më njohin nga YouTube edhe për këtë ju falenderoj të gjithëve, ju dua shumë të gjithëve. Dhe jam shumë e lumtur që deri tani kam vetëm komente pozitive. Jam vërtet me fat, ndihem shumë me fat. Sot nuk e besoj që do filmoj më, se nuk kam ndonjë gjë interesante për të bërë. Unë sot thjesht do bëj drekën, do ham drekën
edhe aksion, do filloj punët se kam shumë punë për të bërë. Kam vendosur madje një lavatriçe, njërën e kam vendosur që mëngjes është lartë ta ndej atë, do palot ca rroba, do rregulloj ca gjëra nëpër shtëpi. Po besoj se punët gjithë një lloj bëjmë, kështu që nuk kam një gjë interesante për t'ju treguar se si i bëj unë punët. Kështu që besoj se sot nuk do filmoj më, apo dua t'ju them dhe një gjë. Unë që kur kam nisur punë, jam bërë një gjumashe e vërtet. Vdes të flej gjumë, nga ajo irsa që nuk flija gjumë fare. Diku të para një javë doktoresha më dha një ilaç për të fjetur gjumë, se vuaja nga pagjumësia, flija shumë pak. Unë kam filluar, dua vetëm gjumë. Vi nga puna dua gjumë. Dua vetëm gjumë, asgjë tjetër. Ose lodhem punë edhe normale më flijet, dua të rreshtrirë, edhe kur nuk jam në gjumë dua të rreshtrirë në krevat. Ose, nuk e di, mirë që s'mora atë ilaçin, them se nuk do zgjohesha dot as me iku punë. Pastaj mora vesh që ilaçi ishte thjesht për gjumë, nuk e mora fare. Bëj që këto manovrimet vet. Kështu që nëse nuk e hap më vlogun për sot, dua t'ju them faleminderit. Më falni, unë mbaj syt, nuk jam mësuar akoma të shoh në kamerë. Kjo është gjëja më e keqe që kam për momentin. Rri merrem me çdo lloj gjëje të mundshme thjesht për mos të parë në kamerë. Për momentin jam duke lutur me këtë llastikun për shembull, ka dalë një fije këtu dhe mundohem të heq këtë fijet. Nuk jam mësuar të shoh në kamerë, po do më falni se është fillimi, kështu që më vonë pastaj do filloj të përmirësohem. Po sot të puna kam marrë shumë komplimente për bluzën, edhe po më thoshin që e pëlqejnë shumë këtë figurën e bluzës time. Duket sikur është, që ka çik pis këtu. Po duket sikur është e prishur, po është vetë kështu, nuk është e prishur. Është vetë. Po shifja mos është e prishme në i cep, po jo është vetë. Dhe po mbyll tani. Ja pra dhe temperatura 39,5, piva njoki dhe gjumë. Mirëmëngjes YouTube nga një ditë tjetër. Atëherë e hapa vlogun vetëm për t'ju thënë mirëmëngjes dhe vazhdojmë flasim në drek. Për në shtëpi, kam bërë prap një orë sot jashtë orarit. Nuk kërte akoma, mendova si ishte urbani im. Shkon 4, unë nisa ta filmoja procesin e bërjes drekës, po siç e pat kam filmuar vetëm pjesën e fundit që është gati. Kjo ndodhi për arsye se unë fillova ta filmoja, po mori mami në telefon, edhe nga që mori mami, normal, unë filmoj me telefon, nuk është se kam kamerë, kështu që e kisha telefonin në zënë dhe fola me mamin. Kam bërë pul me qull ose pul me lëng, do më thënë në zonat të ndryshme quat ndryshe, dhe atë kemi për drek. Kam bërë dhe një salat tani dhe përpres shkoj ora për të ardhur burri nga puna. Unë besoj këtë vlogun do ta mbyll këtu, kështu që do ju lutesha të gjithëve të më bëni një subscribe, një like dhe pse jo dhe një comment. Ju përqafoj shumë të gjithëve. Thank you all for watching this here.